edhe njëherë 3 kompani të ndryshme që s'ja kanë huq kur Mitrovicës, që operojnë pa komunikim me njëra tjetrën, kanë gabu identik të 3 ata dhe nuk kanë gabu kërka tjetër. Ose u pak të kërka tjetër s'ka gabu. Çfarë kuptimi ka? Mitrovica dhe Prishtina janë 2 qytetet pa diskutim më të rëndësishme për vetëvendosjen, sepse këto të 2 qytete, si shtylla betoni, e mbajnë iluzionin e çlirimit të Mitrovicës. Ekzistoi kjo një shtyllë e tretë, shumë e brisht, fakti që ajo përkohësisht komunat veriore udhëheqshin nga kryetar shqiptar. Tash që lista serbe atje e rikthej dominimin e plot, po me një plus të madh, me argumentin se janë legjitim, sepse kur kush mundet me akuzu me dhoni keni forcu qytetarët me na votu. Se kur del kryeministri dhe ministri punëve të brendshme, e thot tashmë e çliruam pjesën veriore urime, e hin lista serbe, fiton në verën e çliruar, ti s'mundesh me i thonë mo bandita. S'ka kuptim, s'ki mundësi. Ja ke mohu vetit të drejtën, e ke legjitimu listën serbe. 1. Para mendoje ti me hup Albin Kurti edhe Mitrovicën e Jugut? Qysh mundet me thonë ai Deçanit që e ka çliru Mitrovicën kur Mitrovic nuk fiton Kurti, nëse veç e ka çliru? Jo pa arsye, i keni raportimet se si Kurti ka qëndru deri në 2, 3, 4 natës të u cilë në për Mitrovic 3-4 orë pra se me fillu zgjedhjet. A qështu? A ka dalë me fotografi? Edhe shumë e qartë, edhe diçka ke shumë më rëndësi. Që kjo më rëndësishme ja ke që tha Valoni. Një për arsye tha, pse na nuk kemi pas nevojë me dyshu as pak në këtë komunë. Ndryshe tha për Prishtinës që ke shumë afer, është për faktin tha se nuk na ndryshoi ke rezultati hiç. Prej mëngjesit e deri në mbrëmje ka qëndru rezultati njëjtë. Respondenti kanë marrë njëjtë. Refuzimi për përgjigje u komena tolerimit. Kur gjotë jashtëzakonshme s'ka pas. Dhe rezultati i qëndrueshëm i ka bo konfident me dalë. Jo veç këta, edhe një kompani tjetër. Jo veç atë kompani, edhe një kompani tjetër. E ju po dëni me dalë më thonë që të... Jo, marsa 3. Po do të më hetu këtu, po jo pe i struktura të Albin Kurtit. Po pe i prokurorisë pa tjetër. Edhe njëherë. Albin Kurti është ekspert i instrumentalizimit të strukturave të shtetit për nevoja personale, private e partijake. Kjo është e dëshmume, e konfirmume. Këqyrë në të këndësat. E bojnë me vullnet, e bojnë edhe hapër. Me AKI, me RTK, me ministri, me agjensi, që tu ju ka dëshmu që ekziston një personi që li ka ka krejt agjensi të këto ndërmarrjet publike, ka po punësime me krenaria dhe e praneke. Shtu që kjo është situata. Tash vishë është, kush nuk dënë, se hajtë qytetarët e thjeshtë të ke fundit i kam punë të veta.